Në zgjedhjet lokale të 24 marsit në Maqedoni do të garojnë 3 parti shqiptare me programet dhe platformat e tyre politike. Bashkimi Demokratik për Integrim, Partia Demokratike Shqiptare dhe Rilindja Demokratike Kombëtare shkojnë në këto zgjedhje me premtime për zgjedhjen e çështjeve që shqetësojnë popullsinë shqiptare. Këto forca garojnë në 38 komuna me lista këshilltarësh dhe kandidat për kryetar komunash. Gara më e fortë mes partive shqiptare pritet të zhvillohet në Tetov, Gostivar dhe Strug, ndërsa qyteti i Kërçovës në këto zgjedhje për herë të parë mund të bëhet me kryetar shqiptar. Një bashkëpunim mes partive shqiptare është arritur vetëm për Kërçovën. PDSH dhe RDK do të mbështesin kandidatin e BDI-s për këtë komunë, Fatmir Deharin. Në Strug do të garojnë 2 kandidatë shqiptar, Arben Llabënishta nga BDI dhe Ziadin Sela nga PDSH. Në Tetov, BDI del me Teuta Arifin, PDSH me Sadi Bexhetin dhe RDK me Izet Zeqirin. Ndërsa në Gostivar, BDI garon me Nevzat Bejten, RDK me kryetarin aktual të kësaj komune Rufi Osmani dhe PDSH me Mijat Sadikun. E vetmja parti që deri më tani ka projektuar një program të qartë e të plot me të cilin ka dalë para elektoratit në këtë fushat, është ajo në pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim me Ali Ahmetit. Decentralizimi, zhvillimi më i madh i komunave shqiptare dhe zbatimi i marrëveshjes së Ohrit janë pjesë e agjendës elektorale të BDI-s. Këtë vit, fushatës zgjedhore i kanë paraprirë protestat e dhunshme dhe sulmet fizike kundër fëmijëve shqiptar në qendër të Shkupit, veprime që shihen si mjaft të dëmshme për bashkëjetesën dhe raportet e brisha ndëretnike në këtë vend.